Në ndikimin e një mase ajrore të lagësht dhe të paqëndrueshme nga mesdheu, nga sot moti në vendin tonë do të jetë me vranësira dhe reshje shiu, të cilat her pas here dhe në disa rajone do t'jenë më të rëmbyeshme, me mbi 15 litra reshje për metër katror. Do të frye erë mesatare, her pas here e përforcuar nga drejtimi jugor dhe juglindor. Në disa vende moti do t'jetë jo stabil, me reshje intensive shiu, bubullima, erë të fuqishme dhe kushte për stuhi lokale të shoqëruara me shkarkime elektrike dhe mundësi për breshër. Temperatura do të jenë më të ulta dhe do të lëvizin nga 14 deri në 22 gradë Celsius. Për shkak të qarkullimit më të theksuar ajror nga jugu, nga shkretëtira e Saharas, drejt territorit të Maqedonisë së Veriut, po transportohet pluhur dhe rër sahariane. Për këtë arsye, atmosfera do të jetë e turbullt dhe e ndotur, ndërsa reshjet e shiut pritet të jenë të përziera me pluhur dhe rër nga Sahara. Qytetarët këshillohen të jenë të kujdesshëm për shkak të mundësisë së destabilizimit lokal të motit, shkarkimeve elektrike dhe sasisë së madhe të reshjeve në periudha të shkurtra kohore.